nëse i përdorni bimët mjekësore në familje, shtogu është një nga ato bimë që nuk duhet të mungoj në kabinetin tuaj për krah bimëve të tjera mjekësore. Po si ta dallojmë? Shumicën e rasteve ajo na paraqitet në formën e një shkurreje ose të një peme nga 3 deri në 10 metra e lartë. Përdoret lulja edhe frutat në vjesht, po ju tregoj më nga afër gjethen e shtogut për ta patur më të lehtë që ta dalloni kur ta shikoni. Gjethja e shtogut përbëhet nga 5 gjethe të vogla të vendosura në mënyrë të kundërdrejtuar. Ajo që ne na duhet në këtë sezon është lulja e shtogut. Lulet e shtogut zakonisht çelin nga fillimi i prillit deri në fund të majit, po kjo varet nga vendi dhe zonat ku ju banoni. Në disa vende, lulet e shtogut mund t'i gjeni deri në fund të qershorit. Lulet e shtogut janë të vogla, aromatike, ngjyrë e verdhë në të bardhë dhe të vendosura në një vastak të gjerë dhe shumë të shpeshta. Për të gjithë ju që nuk e njihni bimën e shtogut, po ua tregoj më nga afër që të jeni të sigurt kur të dilni dhe ta mlidhni. Kjo është gjethja e shtogut. Po ta vini re. Gjethet e vogla janë të gjitha të dhëmbëzuara anash dhe pa shkëlqim nga pjesa mbrapa. Për sa i përket lules së shtogut, ajo është e madhe afërsisht sa pllëmba e dorës. Po ju tregoj dhe pjesën mbrapa të lules së shtogut për ta dalluar më kollaj kur të dilni dhe ta mlidhni, me qëllim që mos ta ngatroni me lule të tjera që janë të ngjashme me lulen e shtogut. Është e rëndësishme që të keni një urinë e duhur para se të dilni dhe të mlidhni bimët mjekësore. Përveç videove që shikoni, është mirë që ju të lexoni dhe të bëni kërkimet tuaja për çdo bimë mjekësore që përdorni në familje. Videot ndihmojnë, por sigurisht duhet keni dhe ju një urinë tuaj. Lulet e shtogut i kemi tharë. I thajmë gjithmonë në një vend të errët dhe të ngrohtë. Këto lule do t'i përdorim për të përgatitur çaj, por lulet e shtogut nuk përdoren vetëm për çaj, ato mund të përdoren për të përgatitur edhe shurup, si dhe në pije të ndryshme. Unë për shembull lulet e shtogut i përdor edhe kur përgatis pijen e kambuçës. Kozgjatja e tharjes së lules varet nga ambienti ku ju do t'i vendosni për të tharë, por zakonisht brenda javës lulet janë të thara. Nëse lulet mlidhen në kohën e dur, bashkë me to keni edhe polenin, që është shumë i vlefshëm për shëndetin. Lulet e thara do t'i vendosim në një vazo dhe do t'i ruajmë në një ambient të errët dhe të thatë. Në ambiente të tilla ato ruhen edhe për 18 muaj dhe ju mund t'i përdorni kur të dëshironi. Kush janë vlerat e tyre dhe përse përdoren? Ato në sajt e esencave dhe vitaminës P dhe C kanë veti zbutëse, ndihmojnë përdjersitjen dhe lirimin e spazmave të musklaturës. Rekomandohen edhe për sëmundjet e të ftohtit ose sëmundjet e rrugëve të frymarrjes, si dhe në rastin e fryrjes së zorëve nga gazrat. Një lugë çaj me lule të thara të shtogut do ta hedhim në filxhan, aty shtojmë ujë të nxehtë dhe siç e shikoni, nëse lulet janë të bardha edhe pas përgatitjes së çajit, kjo do të thotë që ato janë tharë ashtu siç duhet. Çajit mund t'i shtoni mjalt, unë i kam shtuar pak shurup pishe, ose mund t'a pini edhe shqeto, e lini të pushoj 5 minuta para se ta konsumoni. Ju faleminderit që jeni pjesë e kanalit tim. Ju përshëndes.